Zonja Saro, jemi në eventin më të rëndësishëm për promovimit të investimeve në Shqipëri, në fakt që bashkon projektet me financuesit. Në fakt, çfarë bën këtë event ndryshe nga tjerët, pra ndryshe nga një konferencë e zakonshme, po themi? Nuk e cilësojmë patjetër as një konferencë, nuk e cilësojmë si një panajër, e cilësojmë si një platformë dinamike e centralizuar. Ose thënë ndryshe mishërimi i funksionit tonë që është të qenit one-stop shop, që të gjithë aktorët e ekosistemit të gjenden këtu. Qoftë institucionet financiare, institucionet shtetërore që i përkasin sektorit, një nga të cilët ne kemi këtu, ashtu si dhe sipërmarrësit vendas edhe të huaj. Ideja është që kur një investitor që të vi këtu të gjejë çdo gjë që i nevojitet në mënyrë që vendimarrja e tij për të investuar në Shqipëri të jetë sa më e kollajt edhe sa më e. Si ka qenë interesi, po themi deri tani, kemi parë disa shifra për shtetet pjesëmarrëse, numrin e pjesëmarrëve, fakt cilat janë. Nga platforma që ne kemi pasur në dispozicion për regjistrimin e pjesëmarrësve në Matchmaker, kemi numëruar deri në 37 shtete, kështu që interesi ka ardhur nga investitorë nga këto 37 vende. Patjetër që dominojnë numrat më të mëdhenj nga vendet e rajonit edhe në Europë, por na ka çuditur patjetër që kemi pasur dhe interes nga vende shumë të largëta, si Bermuda apo India, që delegacione të vogla, por rëndësi ka që kanë marrë mundimin për të ardhur posaçërisht për këtë event, me shpresën për të eksploruar një treg komplet të ri. Kështu që kjo ka qenë ajo, le të themi, pika ku ne nuk e kemi pritur. Si është strukturuar, po themi, si janë përzgjedhur sektorët, çfarë një investitor juaj që vjen në Shqipëri, çfarë sheh, themi këtu? Sektorët janë përzgjedhur sepse normalisht përkasin aty ku ne kemi çfarë ofrojmë, kemi çfarë tregojmë dhe tregu është gati për të përfituar investime të tjera. Pjesa e future estate-it, por gjithmonë e kemi kombinuar në një rafsh tjetër. Nuk është kurse si real estate, është turizmi, janë zonat e lira ekonomike, janë projekte private ashtu si dhe projekte shtetërore. Kështu që aty akomodohen nga sektor të ndryshëm brenda të njëjtës zonë. Zona tjetër është ajo e Power Next e energjisë, dominon aty një prezencë e institucioneve ndërkombëtare financiare, të cilat u treguan shumë të gatshme për të angazhuar me partnerët, me investitorë shqiptarë ashtu si dhe të huaj për të qenë gati për të financuar projekte të ndryshme. Ka shumë projekte të energjisë private, të cilat i kemi shfaqur dhe aty, ashtu si dhe institucionet shtetërore, të gjitha në dispozicion për të ndërvepruar me biznes. Pashtë se cilë nga agjendën tuaj, po themi që shpaloste gjithë eventin, pashtë që për cilin sektori ishin disa projekte konkrete, janë të gjitha projekte që ka sektori, apo ato që konsiderohen mega projekte të Shqipërisë? Janë disa projekte të përzgjedhura, jemi munduar që të përzgjedhim disa projekte përfaqësuese të sektorit të turizmit, të zonave të lira ekonomike, disa projekte shtetërore. Jemi munduar që të marrim nga pak projekte nga secila, le të themi, koncept i ndryshëm për të shfaqur në një zonë dhe sipërfaqe të vogël një panoramë të përgjithshme që çfarë po ndodh me ndërtimin, me real estate-in dhe me këtë sektor. Keni arritur të identifikoni, po themi, ato projekte që janë më shumë magnet, po themi, se sa të tjerë? Patjetër, sepse ky event vjen si një derivat i një pune të përditshme që ne bëjmë tek AIDA, ku ne masim interesin të investitorëve në mënyrë të vazhdueshme. Dhe këtu ka qenë pikërisht rezultati atij interesin që ne kemi kuptuar në mënyrë të vazhdueshme në zyrat tona. Dhe gjithmonë qëndron, duam të vazhdojmë tek turizmi, por jemi menduar që mos sa orientojmë vetëm tek turizmi, po të jemi një magnet për të dhe për industritë e tjera, prandaj dhe jo më kot përfshim aty edhe zona logjistike, zona të lira ekonomike dhe jo vetëm, në mënyrë që të akomodojmë dhe të diversifikojmë. Kur ne shohim Shqipërinë, pak themi, AIDA sa të vështirë ka pasur, themi, të bindë njerëzit të vinë këtu, apo Shqipëria është vend aq atraktiv sa mbase e keni më të lehtë? Po bëhet më e lehtë. Nga edicioni vitit kaluar, kuptuam, i mëshuam shumë marrëveshjeve të bashkëpunimit me homologët tanë nëpër botë. Është një mekanizëm shumë i mirë për t'u qasur komunitetit të biznesit në atë vend. Të pretendosh që je shumë aktiv në secilin vend është më e vështirë dhe janë disa ura komunikimi që janë shumë të nevojshme për punën tonë edhe për të pasur pjesëmarrje të gjerë në këtë event. Ata janë partnerët tanë
dhe na kanë ndihmuar edhe në këtë rast që të sjellin dhe të përhapin fjalën sa më shumë jo për këtë event, por për Shqipërinë në tërësi, për të ardhur dhe për të eksploruar mundësitë që ne kemi. Por çfarë vlerë më e rëndësishme është për sipërmarrësit tanë që ne t'ju hapim horizontet, t'ju sjellim partner të ndryshëm me të cilët ata të komunikojnë, qoftë në kuadrin e informacionit me institucionet, por të kenë një mundësi të ndërveprojnë dhe të hapin tregjet. Dhe një pyetje të fundit, çfarë ndodh pas këtij eventi, po themi, si funksionon, çfarë roli ka AIDA, kush i ndjek, po themi, apo janë vetë partneritetet që e krijohen? Ne pikërisht prandaj e kemi bërë me një platformë ku të gjitha B2B janë të rezervuara në platformë. Kështu që kemi një mënyrë dhe një mekanizëm për të follow up të gjitha takimet që u kryen. I kemi të identifikuar aty, kështu që direkt pas eventit do kemi një follow-up që çfarë ka ndodhur me takimet që janë kryer, a do materializohen në një kontrakt, apo cili do jetë plani i tyre reviews, në mënyrë që të kuptojmë realisht efektin e këtij forumi dhe eventi. Zona Saro, falenderoj për kohën që gjetët për ne, duke ditur që keni qenë mjaft e angazhuar dhe keni akoma angazhime. Shumë faleminderit që na bëni të mundur që të transmetojmë zërin dhe nevojën e biznesit.